Kryeministri sa fund me tha se ligji për përfaqësim drejta adekuate është zgjatje dhe se shtetit premte njësisht ana pritet të jenë qeveri deri kush procedura ka mbërrinë qeveri dhe nëse ka mundësi me na shpjegoj pak detaje se si do të funksionojë, si do të bëhet punësimi pas asaj nëpërmjet determinimeve ose si do të jetë. E para, domethënë që është fut në procedurë, po besoj jo këtë martën tjetër duhet të kalon në mbledhjet e qeverisë dhe mandej bashkërisht pra ta promovojmë para opinionit. Ajo që është më e rëndësishme, domethënë pas 30 viteve, ose nëse duam edhe pas 2001-shit, pas 20 viteve, për herë parë kjo kategori kushtetuese e përfaqësimit adekuat do merr formën ligjore. Trajtën ligjore, pra për herë parë pra do ketë ligj për përfaqësim adekuat të basive etnike, më konkretisht këtë rast pra të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe publike. Përmbajtja e ligjit e para është arritur pra që po merr trajtën e ligjit për herë parë dhe e dyta edhe përmbajtja është e mirë që parashef shembull të formohet një këshill koordinuese dhe udhëheqës kryeministri i parë në këtë qeveri tjera që dhe ndjek dhe suporton dhe dhe shtyn domethënë përfaqësimin adekuat, i cili më do vot i obligueshëm për çdo udhëheqës të institucionit qoftë lokal ose qoftë nivel qendror, për shkak se në momentin që nuk respekton pra ka thyr ligjin dhe do ballafaqohet me shkelje ligjore. Po ashtu domethënë ka një zgjidhje kreative që përkatësia etnike nuk ka nevojë të deklarohet, po mbas të letër njoftimi dhe dokumentave të tjerë personal, pra vetëm evidentohet se cilës përkatësi etnike është dhe edhe bas asaj pra e fiton përfaqësimin adekuat në administratën shtetërore dhe publike, që eliminon edhe një problem të së kaluarës ku qoftë gjatë punësimit, qoftë gjatë seancave parlamentare, që shpeshherë pra kanë luajtur si në moment pra duke deklaru ndryshëm nga ajo përkatësisë etnike cilës si ka kanë. A pritet që kjo të ndodhe para, domethënë pasi kaloje në seancën e qeverisë, a pritet me u fut në procedurë kuvendore para pushimeve dhe rrogë? E para domethënë edhe kryeministri edhe unë edhe krejt shumica e tanishme kanë deklaruar që kjo është kategori kushtetuese dhe askush s'mund ta cënon përfaqësimin adekuat. Dhe ka marrëveshje politike, pra ti qëndrojmë kësaj frime gjatë punësimeve, avancimeve në administratën shtetërore dhe publike, duke mos harruar edhe elementin e meritokracisë, domethënë e kualitetit e tjera, dhe pak me rëndësi a do sillet pra diçka që nuk është sill 30 vite, mos ta lodhim opinionin se a do sillet për 1 muaj e 2 muaj. Ideja është pra që të sillet ligj për këtë çështje. E dyta pra t'i kalon gjitha filtrat, mirët mendimi edhe i Komisionit Venecias dhe mandej të rikthehet pra në procedurë parlamentare për të bërë plotfuqishëm.